nuk ka ide që zhvillohet për shembull shteti në kuptimin e reformave. Për i ka humbë 6 vjet asnjë reformë se ka bënë brenda, nuk ka sigurim shëndetësor. S'ka fonde si sociale që ky është thirrët i majt, nuk ka fond social, nuk ka formu kur gjë. Pra ki problem ti me këto, nuk është ideja se të me morë vota, se edhe s'ka mundësi tash për këtë periudhë me bën ndryshime. Dëgja, Emanuel, këtu problemi kryesor është te politika zhvillimore, te çasja ato dhe çka me shtetin. Ky ti përmeni profa financat, buxhetin, aton këto më thash, nuk zhvillohet shteti me fjalë të thon bojleri filteri, po zhvillohet duke dhënë para dhe duke investuar në ekonomi, duke pru donator të jashtëm, duke pas bashkëpunim ndërkombëtar. Pra nëse fol për ekonomi, ky duhet as notën me flajt do të më shku veç me nëpër organizata ndërkombëtare, nëpër ambasadat të Kosovës, me kërku donator përmes ambasadave me ndihmu aleatet, me ndihmu shtetet e tjera, organizata që është antare Kosova që është antare organizatave ndërkombëtare, te tan ky duhet më shku për me mujt me bë diçka. Kjo çka po bëhet, a diçka është. Veç me ta dhënë pushtetin. Kjo a diçka e dhon, ama pushtetin që ata kanë dhënë. I ke pas 6 vjet, kanë me t'i dhënë 4 vjet, 10 vjet, po çka pre qytetarit. A di që me pyet se çdo